Përshëndetje. Sot do kisha shumë dëshirë që të ndaja me ju faqe që unë krijova të shtëpinë e re që lajmërova, në një formë që bën sens, sepse mendoj që koha që më ka marrë për ta krijuar ka përfshirë shumë detaje dhe mund të jetë pak e vështirë nëse gjitha lëshohet për një herë. Ose jo, sugjerimi im I parë do ishte që nëse keni mundësi ta shikoni në një laptop ose kompjuter me një ekran të madh, sepse në telefon ju domosdoshmërisht del shumë mirë. Atëherë faqja e parë siç e shikoni dhe siç e kam mësuar dhe unë, fillon me seksionin e heroit. Dhe këtu kam shkruar në këtë rast është faqja në anglisht, po mund ta kthejmë në shqip te ky butoni këtu, që unë besoj që ne jemi të gjithë të lidhur dhe të gjithë funksionojmë me njëri tjetrin, nuk jemi të ndarë, nuk është e mundur që asnjëri prej nesh të funksionojë vetëm, dhe prandaj hiperindipendenca ose hiperpavarësia është problem vetë. Njësoj siç është varësia ndaj të tjerëve, edhe fakti që mund të jemi totalisht të pavarur, faktikisht na hap goxha probleme. Dhe faqen ju mund ta shikoni në kohën tuaj të lirë, patjetër, unë thjesht do ju ndihmoj që ta si të shkoni, si të mund ta gjeni atë gjën që ndoshta do t'ju ndihmonte juve apo kudo tjetër që mund t'i shërbej ajo që unë po sjell në këtë rast, që po ju ofroj. Do shikoni që butonat janë të gjitha funksional, dhe në rastin konkret, nëse ju menjëherë dini që okay, dua të vi këtu dhe dua të rezervoj një seancë, mund të shtypni butonin rezervoj një seancë dhe këtu keni informacionet e ndryshme për atë që juve mund t'ju shërbej. Sugjerimi im do ishte që ju ta shikonit një herë me qetësi nëse ajo që unë ofroj përshtatet me atë që ju dëshironi. Për shembull, në rastin konkret, unë flas për atë që unë bëj ditë për ditë, cili është misioni im, dhe ai me cilën unë jam goxha e lidhur emocionalisht, thoya, është ndihma që do doja t'i jepja individëve, komuniteteve që të mos ndjejnë vetmin, mos ndjehen sikur në këtë botë jemi vetëm dhe duhet t'ja dalim vetëm, asnjëri s'na do të mirën. Unë se besoj këtë gjë. Përkundrazi, mendoj që është një besim kufizues, një limiting belief që njerëzit kanë, dhe nuk është e vërtetë që njerëzit e tjerë nuk të duan të mirën. Dhe misionin tim mund ta lexoni këtu. Po ashtu dhe vizionin, nëse ja dalim me sukses shumë për ne që jemi në të njëjtin mision, që të luftojmë pikërisht kulturën apo epideminë e vetmisë, izolimit, zbrastisë, duke ndërtuar mjedise virtuale dhe fizike që na lejojnë të jetojmë në të tashmen me qartësi, qëllimshëm dhe pa frikë, atëherë mund të shkojmë te kjo bota ku komunitetet ushqejnë veten e vet, nuk na nevojitet e jashtme apo vlerësimet e jashtme që të ndjehemi të plot brendshëm. Dhe po të zpresim më poshtë, unë kam vendosur dëshmit e disa nga personave fantastik me të cilët kam bashkëpunuar për t'i ndihmuar apo për t'i dhënë mendimin tim në mënyrën se si ata po e bëjnë jetën e tyre. Dhe e pavarësisht se është shumë bukur t'i lexosh fjalët e ngrohta, inkurajuese, vlerësuese, e kam thënë dhe më përpara që dhe fjalët e bukura duhet t'i marrim njësoj siç përpiqemi të marrim kritikat, jo shumë seriozisht. Nëse mendojmë që jemi vetëm kjo gjëja e mirë që na thonë që jemi, dhe pastaj kur na bëjnë kritika apo kur na thonë nga pikpamja e tyre çfarë do preferonin që të shkonte ndryshe, është problem. Nëse përzgjedhim kështu me kujdes në aplikatore ato që na përshtaten për të na bërë të ndihemi mirë. Më poshtë kam vendosur disa nga vendet ku zakonisht klientët e mi kanë jetuar ose kanë emigruar. Shumica e tyre janë shqiptar, dhe prandaj them emigruar, mund të jenë dhe lindur aty mbas familjeve, dhe fatmirësisht duke qenë që ajo që unë po ofroj momentalisht është plotësisht online me ndryshime shumë të vogla, që mund të ketë disa pop-up në klinika në Tiranë ose në Shqipëri, apo ajo që unë tani po ofroj si mundësi konsulente me personat me të cilët do thoya kam një historik minimal, janë mbledhjet me të ecur. Pra mbledhjet ku ne ecim edhe flasim, e dim që ecura ndihmon jashtëzakonisht shumë në shumë aspekte kognitive mendore, dhe so far so good. Po ecën goxha mirë, excuse the pun, kjo mënyrë. Nëse doni që të mësoni më shumë në çfarë unë ofroj dhe kush unë jam, tek pjesa rreth meje, po të klikoni, do shikoni që pjesa e parë është arsimi. Dhe kam vendosur një nga shprehjet e Alan Watts, të përpiqesh të kufizosh veten nëse përpiqesh të kafshosh dhëmbët e tu, sepse kam shumë të vështirë kur dikush më pyet me çfarë merresh, që ti përmbledh gjithçka në një emër apo në një titull. Prandaj këtu kam krijuar një hapësirë me goxha vështirësi që të vija te kjo strukturë, them të drejtën, po ku fillon me kërkimin, pastaj shkon në trajnimin klinik, dhe pastaj
flet pikërisht për këtë zhvendosje nga globalja në rënjë në Shqipëri dhe çfarë unë kam parë këtu me vlerë dhe si unë po e jap kontributin tim që vazhdon të jetë i ndarë midis shteteve, megjithatë fizikisht në Shqipëri në shumë aspekte. Mund t'i lexoni me qetësi, nëse do keni kuriozitet, po aty te rreth meje, nëse klikojmë, mund të shikoni që është dhe fokusi aktual i karrierës. Këtë do përpiqem që ta updatoj her pas here në varësi të çfarë po ndodhi dhe ndoshta interesave përbashkët që mund të keni. Po të klikoni tek kjo banane, do shkoni te ai komuniteti që bashkë me Aldorën po krijojmë. Dhe në rastet e tjera po të klikoni në secila nga këto kutia, do shkoni edhe do shikoni vazhdimsinë e asaj që në rastin konkret është fokusi momentan i karrierës. Tek shërbimet do shikoni që janë 5 të ndryshme në varësi të interesit që ju keni dhe problematikës, dilemës, nevojës që identifikoni te vetja, mund t'i lexoni për të parë kush përshtatet më shumë. Te secila prej tyre kam vendosur informacione të mjaftueshme, po thoja, për të kuptuar nëse mënyra si unë mendoj përshtatet me mënyrën se si ju mendoni, veçanërisht tek pjesa e mënyrës se si shikojmë botën, te vlerat që ne kemi, te mënyra se si duam t'i qasemi shndërrimit, tjetërsimit, përmirësimit vetes, sido që dëshironi ta quani. Se është shumë e rëndësishme që personi që ju zgjidhni për t'ju ndihmuar në çfarëdo lloj dileme, të keni edhe një përshtatje vlerash, do thoja. Dhe mund ta lexoni me kujdes, nëse ju shërben, pastaj mund të çoni edhe pjesën e rezervimit që doja t'rregoj për pak. Kam krijuar një shërbim të ri më vete nga më përpara, këshillimi mbi marrëdhëniet, ajo që për mua është shumë e rëndësishme ta nënvizoj është që ne jemi prodhim, ne jemi zhvillimi, jemi e dukshmja e marrëdhënieve tona, atyre që ndoshta nuk duket, nuk i marrim me vete kur futemi në dhoma të ndryshme. Dhe pikërisht këtu kam dashur që të krijoj një hapësirë ku nëse ju do keni nevojë, mund të sillni bashkë me ju personin me cilën ju po përpiqeni që ta punoni këtë marrëdhënien. Mund të jetë një partner, mund të jetë mami, babi, motra, vllai, mund të jetë një shok, një shoqe, një koleg pune, dikush në një rreth shoqëror që ju doni ta merrni me vete dhe ta fusni te ky rrugtimi ku doni ta përmirësoni, ta shndërroni, ta shikoni marrëdhënien tuaj se ku mund të shkojë, si mund të zhvillohet. Dhe këtu keni disa shembuj. E njëjta gjë vlen për shërbimin tjetër, që është këshillimi mbi vdekjen. Nuk është e thënë që ju duhet jeni sëmur që të merrni këtë shërbim. Për mua është shumë e rëndësishme dhe vazhdon të jetë shumë e rëndësishme që të krijoj një marrëdhënie me vdekjen, sepse pa kuptuar frikën më të madhe që ne kemi, që është frika nga të mos ekzistuarit, ku shpjegojnë shumë frikat e tjera mbrapa, është shumë e vështirë të jetojnë plotësisht. Dhe këtu keni informacion minimal, duke qenë që ky shërbim do fillojë në 2026, kam vendosur mjaftueshëm sa për të kuptuar nëse ju vlen juve apo jo. Pastaj keni një thirrje zbulimi 25 minutë, në rast se nuk e dini se çfarë do ju shërbente, nuk e dini nëse jam unë personi i duhur, nuk e dini nëse duhet referoheni diku, mund të lexoni çfarë mund të bëni brenda këtyre 25 minutave dhe do ju sugjeroja që kur ta plotësoni rezervimin të jeni shumë konkret në ato që keni nevojë, se 25 minuta kalojnë shumë shpejt. E fundit është mbështetja organizative. Për mua, grupi, komuniteti, kompania, startupi, mund ta quani si të doni, ka shumë nevojë që të punohet në anën njerëzore. Dhe pikërisht këtu, ajo që kam përshkruar është rëndësia e punimit të kulturës, dhe kam vendosur një nga shprehjet që e pëlqej zakonisht shumë, kultura ha strategji përmjes. Dhe sikur të keni një strategji perfekte, nëse kultura e punës, njerëzit që po punojnë me ju, personat që pretendojnë ta çojnë përpara, nuk janë të ndezur aty ku duhet të jenë të ndezur, jo domosdoshmërisht afatgjata ose efekti që ju po kërkoni do jetë i pranishëm konsistent në formë periodike. Edhe këtu pastaj mund të shikoni, nëse ju intereson, mund të rezervoni një seancë njëse nga ajo 25 minuta. Në çfarëdo lloj momenti që ju doni të rezervoni, keni në çdo faqe butonin, këtu nëse keni pyetje, mjafton që të shtypni një nga butonat dhe nëse do shkoni te faqja rezervoni një seancë, mund ta lexoni për çefin tuaj, klikoni seancën që ju intereson, fusni detajet e ndryshme duke shtypur vazhdo. Në rast se keni nevoja financiare dhe jeni në këto dy grupet që unë preferoj që t'i ndihmoj,
mundet që t'i klikoni edhe të dërgoni pastaj kërkesën. Unë nuk e kam plotësuar, kështu që dhe kërkesa nuk s'ka se të dërgohet bosh. Vjen emailin tim, unë e konsideroj në varësi të informacionit që më keni dhënë që do doja të ishte sa më i bollshëm, do t'ju kthej një përgjigje. Do përpiqem që ta bëj sa më shpejt. Tek rasti i kontributit në komunitet, pastaj janë projekte që unë kam shumë për zemër. E para është kolektivja, ju mund të lexoni se si ne funksionojmë këtu. Veçanërisht në Instagram, do merrni më shumë informacione po të shkruani kolektivja. Jemi duke krijuar dhe një website për ju. Nëse keni pyetje tek butoni bashkëpunimit, keni këtu mundësinë që të fusni detajet tuaja dhe të më dërgoni aq informacion sa ju doni. Në rastin e mësimdhënies, këtu kam shpjeguar pak mundësinë time tani, që më e rëndësishme për mua momentalisht është që të shkojmë nga një mësimdhënie e mbyllur në universitet, në institucione, në hapësira që kanë nevojë për një zotim specifik ndonjëherë artificial, mund të shkojmë drejt demokratizimit dhe krijimit të hapësirave ku ne mund të mësojmë pa që nevoja të futemi në petkun e diçkaja apo dikujt. Dhe me kalimin e kohës do postoj edhe grupe mësimdhënie të vogla të rriturish që unë po krijoj. E fundit këtu është Banana Hub, është një hapësirë që kam krijuar bashkë me Aldorën, që ngadalë po fillon dhe të shpaloset për publikun, dhe është pikërisht një vend ku të gjithë mund të ndihemi të sigurt që të pyesim, të informohemi, të njihemi me njëri tjetrin dhe gradualisht të rritemi bashkërisht edhe me feature-at e reja që ne do publikojmë. Në rastin e medias së fjalës publike, keni mundësinë që të lexoni ditarin që ju vjen në email, me sigurinë që jeni të regjistruar, keni mundësinë që të shikoni videot në YouTube, të cilat her pas here do postoj video që mua më duken interesante, me mendime. Keni mundësinë që të lexoni në LinkedIn dhe në fund, nëse dëshironi që të më ftoni në diçka që ju po krijoni apo në një vend ku ju mendoni se është me vlerë, keni këtu informacionet mbi çfarë unë ndjem rehat që të flas dhe çfarë formatesh preferoj dhe pastaj mund ta dërgoni ftesën tuaj automatikisht këtu, pa që nevoja që të krijoni strukturën tuaj, thjesht plotësoni gjithçka me radhë, duke klikuar dhe vazhdo dhe e dërgoni. Nëse ktheheni prapë në faqen kryesore, të gjitha këto informacione që unë listova i keni dhe pak a shumë këtu në fund të thjeshtuara. Kështu, uroj që faqja të na shërbejë të gjithëve që të ecim më përpara, më shpejt, në mënyrë më eficiente dhe të mund të kategorizojmë mënyrën e të menduarit. Kjo faqe që kam krijuar është një reflektim i mënyrës se si unë mendoj, që shpresoj që nuk ja ka vështirësuar punën, por ja ka bërë pak më të lehtë nëse keni nevojë për diçka nga ana ime. Kështu, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë kohën që i keni dhënë kësaj videoje edhe kohës që të më dëgjoni. Shpresoj që të jetë ndihmuese për ju apo për kudo tjetër.